Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Dhe bëjmë një përmbledhje të shkurtër të asaj, brenda ditës çfarë ndodhi sot në Maqedoni, kuptohet nga këndim, dhe ajo që unë kam zgjedhur sepse është për mua interes. Dhe besoj se do të gjejnë një interes edhe tek ata të cilët e përcjellin podcastin Mesut Shabani. Bizneset në Maqedoninë Perëndimore. Gjatë gjithë kohës ishin në shënjestër. Nuk paguhet të vëshëje, nuk i kanë paraqitur punëtorët, trale la e kështu me radhë. Dhe asnjëherë nuk u dha ndonjë e dhënë, lidhur me atë se çfarë po ndodh në Maqedoninë tjetër, lindore, veriore, jugperëndimore. Gjatë gjithë këtyre 30 viteve, sa jam në Maqedoni dhe punoj si gazetar profesional, kam rastisur në për shumë seminare të shoh çka mos. Në manastir, në Orë, në Veles, në Strumic, edhe në Shkup. Kush tha se nuk ka që punojnë në zezë, nuk kipshin në llogari e kështu me radhë fiskale. Por asnjëherë shqiptarëve nuk u ofroheshin apo popullatës në përgjithësi në Maqedoni nuk u ofroheshin nga qeveria të dhëna. Për shkak se VMRO-s i interesojnë parat dhe mbledhja e tyre, pra e kemi thënë një ditë haraqi modern, është TVSH-ja, Drejtoria e të Ardhurave Publike DAP, ka publikuar rezultatet e 266 kontrollave në teritoret e kryera në nëntor të 2025-s, të cilat zbulojnë dallime drastike në disiplinën fiskale midis qyteteve në Maqedoninë e Veriut. Nga numri i përgjithshëm inspektiv u gjetën paragjithësi në 104 subjekte, që është një sinjal serioz i përfilljes së përhapur të detyrimeve ligjore. Bile në disa komuna çdo kontroll ka rezultuar me shkelje. Lista e zezë përfshin Kratovën, Koçonin, Svetinikovën, Dojranin, Delçojevën dhe Berovën. Ja se si duket në rajon të caktuar mungesa e disiplinës fiskale, cila është e rregulluar me ligj, por atje ka përjashtim. Qytetet me mbi 70% shkelje, Shtipi 81.8%, Gjevgjelia 71.4%, Radovishi 71.4%, Negotina 66.7% dhe Strumica 57.1%. Pra, është vërtet është rënqethëse. Kur paragjithësitë janë vërtetuar 30 deri në 50% më së paktu, Kumanov, Gësivar, Kërshov, Orë, Tetov dhe Resi. Pra, qytetet me paragjithësi më të ulta Shkupi, Kavadarsi, Velesi, Prilepi, Manastiri. Dhe po të lexosh portalet dhe televizionet shtetërore maqedonase, derse vërtet Maqedonia Perëndimore është, nuk e them me keqardhje dhe të ta them divlizapat, pra. Perëndimi i egër. Në vërtet, këtu është perëndimi i butë, juglindja e egër, verilindja e egër dhe jugperëndimi i egër është diku tjetër. Ajo e cila po me bafason është sot shumë njerëz që njoh kam takuar në qytet dhe më janë ankuar. Çfarë bëni me ju gazetarët, nuk shkruani? Për çfarë? Nuk ne kanë dhënë ndihmat sociale që 2 javë. Pra, ndihmat sociale në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në javën e 2 të muajit pa u lëshuar ende, duke shkaktuar kështu shqetësim të madh tek mijëra familje që mbështesen në këto. Rreth 30.000 familje, dini sa janë ato? 30.000 familje, jo njerëz. Në Maqedoni jetojnë përmes ndihmave sociale. Një shumë simbolike, e cila jo vetëm që shteti e ulet, por konsiderohet ndër më të voglat në mbar rajonin. Për shumë prej tyre këto mjete janë vetëm mënyrë për të siguruar ushqimet bazë dhe mbulimin e shpenzimeve elementare të jetesës. Çfarë bën Vleni? Qeveri është. Pse nuk reagon? Më thot njëri, jam i shkruajtur gjatë gjithë muajit te dyqani në lagje. Tash edhe ai nuk më jep, thot, kaloj 5, 6, 7. Sot është 10. Nuk më besoj, thot. Çfarë nuk ka? Është kjo paralajmërim se Maqedonia po hyn edhe në bllokatë të pensioneve nga janari andej. Kur sot ka kaluar buxheti
shtetëror në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 6 miliard e 700 milion euro. Dhe sa para janë. Dhe të shohim se si të shpërndahen. Ajo e cila, jo po më brengos, po më kujton një situatë tjetër. Ne që jemi të lindur në ish Jugosllavi, e mbajmë vend në vitet e 70-ta. Dhe zgjohemi një mëngjes në Tetov, u mbush Tetova me qytetarë të huaj. Dhe sot më ka pëlqyer Zhernovski, i cili thotë, emigrantët do të lëvizin lirshëm në gjithë Maqedoninë. E dini pse e thotë? Se veç ka një përvojë nga komunizmi. Nëse do vinë, apërtar do vinë emigrantët, që askush nuk ka kur gjë kundër. Po Maqedonia lindore, duke filluar ndërshkup e deri në Gjevgjeli, dhe deri në Veles, e deri në Stromic, disa hapësira ka. Bile mund merren edhe me bujqësi, emigrantët e kështu me radhë. Bajeni mend. Historia përsëritet, për ne sjellin sërish në pjesën shqiptare. Okej. Shohim e thuajnë në Shqipëri. Bun videli. Dhe, derisa ende po merren me atë se ajo Safe City, siguria e qytetit, a do funksionon, nuk do funksionoj? Zëvendës ministri nga radhat e Vlenit doli dhe tha tash në mbrëmje do shtyhet për 1 muaj. Në ndërkohë, doli edhe Safe jurnalist për gazetarët. Vetëm Safeti mbet në dyqan pa punu. Kretë janë duke marrë me Safe. Siguria e gazetarëve në Ballkanin Perëndimor në presion serioz. Maqedonia me mjedis të brisht mediatik. Ka ndonjë e thënë, merrni. O je me pushtetin, o nuk je. Tash pushteti ka zgjedhur një metodë të re. Rreth vetvetes, çdo kabineti i kryetarëve të komunës ka njerëzit e vet, cilët kur Mesuti e bën, unë e bëj më mirë se sa Mesuti. Okej. Dhe aktivizohen vetëm kur janë zgjedhur. Okej. Pra, çdo gjë është duke ardhur si bumerang e asaj. Vërtet nuk ka demokraci të mediumeve në Maqedoni. Edhe ashtu Mickovski sot ka qenë pak si tepër nëpër mediume. Tha, nëse Zhernovski, Filipçe dhe të tjerët nga LSDM-ja gjejnë një që do vi nga ajo që thonë nga Britania, unë do ndaloj nuk merrem me politikë. Po ashtu e tha, do e lejojmë të mbahet protesta më 13 të muajit të 12 në Shkup, por do e kontrollojmë më eskaloj situata. Ndërkohë, nga OVL ish ushtarët e UÇK-s nga Kosova thanë, nuk ka nevojë. Ne vetë dim të mbajmë rendin. Unë u besoj sepse nëse dinin të mbanin rend me një ushtri ashtu përgjithshëm në Kosovë dhe larguar me ndihmën e amerikanëve dhe NATO-s Serbinë, din të mbanin Micko. Vetëm inshallah nuk përmenden ato skenarët e ndryshëm. Elham befasuese, sonte në mbrëmje, doli Nevzat Bejta dhe tha, do t'jem kandidat i Vlenit për Gostivarin. Tu do ndalem pak. Unë Nevzat Bejtën e mbaj mend kur ishte profesor i historisë në shkollë të mesme në Gostivar, fundi viteve 80. Dhe e mbaj mend kur hap qendrën e parë tregtare në Gostivar aty te xhamia. Çka nuk mbaj mend? Nevzati nuk është si njeri i keq, por edhe Kurani thot, duhet të afërmen. Kur i dha pushteti, në pushtet qendror, punësoj krejt, me ka krejt në Kosovarë, me familjarët, me barzanaka, e kështu me radhë. Çdo gjë punësoj. Pra, besoj se kësaj radhe do punoj për popullin. Ndërmjet Vlenit dhe ndërmjet kandidatëve të cilët donte Vlenit të nxjerrë, ndërsa Nevzat Bejta ishte zgjedhja më e mirë. Dini pse? E njohin. Gjithë të tjerët nuk e njohin. Unë
Tu ju përshëndes, dëgjohemi me dhe të tjera. Jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.